Lider. Ndoshta mirë që kemi pas viteve të fundit. Dallon, unë mendoj, dallon mënyra kur luan Ramani dhe ne këto 3 ndeshje se si kemi luajtur. Në qoftë se kërkojmë. Bek nuk është vërejt mungesë, a durën zamër. Kena luajtur me 5 mbrojtje, me Ramanin s'kemi luajtur me 5 mbrojtje. Në qoftë se ndërtojmë prej poshtë, unë mendoj se Ramani është lojtari kryesor që mund të nxjerrë topin. Në qoftë se mbrohemi poshtë, atëherë këta lojtarë të cilët kanë luajtur këto në ndeshje e kanë treguar veten dhe e kanë bërë që mos të vrehet. Po në qoftë se tash neve na duhet ata të cilën e tha Erdini që kundër Slovenisë të ndërtojmë, të krijojmë aksione, të thejmë linjat, atëherë unë mendoj se këtu është përvoja edhe kualiteti i Rahmanit. Tash, nuk duhet harruar për sa vite dhe sa ka dhonë Ramani për kombëtarët. Unë mendoj se kjo ka treguar, kjo ka treguar që këta djemë... që është rrit nivellit të Kosova, sa mos mundje mungesa Ramanit. Pikërisht, po tash në qoftë se edhe ai kthehet, nuk diskutohet, kthehet edhe unë mendoj se konkurenca brenda për brenda e bjen edhe kualitetin në përfaqësuese. Kështu që është ma lehtë ata lojtarë tash, kur i shohmi të cilët kanë minutat, shohmi në Hoffenheim të 3 marrin maksimumin, Zhegrova presëm, Rashica shpresojmë, Ramani kthehet prej lëndimit, atëherë unë mendoj se ki shumë opsione dhe alternativa të cilat edhe trajneri pastaj do ta ketë kokçarin se kon do ta fus, apo çfarë lojë do ta interpretoj. Kjo është. Dhe sot jemi në një pikë ku mendoj se edhe në qoftë se lihen disa lojtarë të pagrumbulluar, atëherë duhet kuptuar se kualiteti është shumë i fortë brenda për brenda grupit të cilën duhet të thirrë. Kështu që edhe në kombëtare tjera kemi pa që nuk ftohen, edhe ne nuk duhet prej studiove televizive të luajmë rolin e skautit apo trajnerit të thojmë duhet ftohet ai, duhet ftohet ky, përndryshe se ata më smirti e dinë, se ata më smirti i vëzhgojnë. Kush shpjegon një gjë të tillë prej studiove televizive? Po kemi pas shpesh të cilët kanë aluduar se s'është ftu. Mendomi se i dinë më mirë se trajneri që nuk ftohet X lojtari apo ky tjetri, apo gjithmonë bëhet po kritika në lista gjithmonë. Jo, kritikat bëhen në lista, po përderisa para disa viteve kemi pas mungesë të mesfushorëve, kemi vuajtur, ka pas hapësirë ndoshta për shumë katë luaj në mes fushës. Kemi pas numër të madh të lojtarëve në fazën e sulmit, gjatë që s'jon grumbullu. Domethënë, vjen një momentum, ndryshimi gjenerata, ti duhet të pranosh këtë realitet. Sot në qoftë se edhe lihet X lojtari nuk grumbullohet, do të më kuptu që duhet ta presh momentin, për shkak se e mira është që shumë lojtarë tash po luajnë për klube, duke marr lojë edhe duke pas minuta, atëherë është e nevojshme të luash edhe kombëtare. Për shkak se lojtarët të cilët marrin maksimumin, ata neve na duan se për 2-3 ndeshje, për 2-3 ditë, ata